Giuliano Banaj është një rikorçar me ambicie të spikatura, që po ndërton një rrugtim frymëzues në politikën italiane. Ai ka emigruar me familjen drejt Italisë në moshën 5 vjeçare, ku ka jetuar dhe është arsimuar. Talenti dhe leadershipi i tij u shfaqën që në bankat e gjimnazit, ku ai u dallua si kryetari i Këshillit të Nxënësve, duke përfaqësuar me sukses zërin e bashkëmoshatarëve të tij. Pasioni për politikën më lindi kur isha në bankat e gjimnazit, kur përfaqësonja 1200 studentë të shkollës Carlo Alberto Dalla Chiesa si kryetari i studentëve, e pasioni për të studiuar e për të ndihmuar kolegët e mi studente për të zgjidhur problematikat e tyre më çovi drejt politikës e drejt asaj gjëje që vazhdoj të bëj dhe tani si kryetari i Partisë Demokratike të qytetit të Somallumbandos. Megjithse nuk ka arritur të shkollohet në Shqipëri, Giuliano e flet mjaft mirë gjuhën shqipe dhe kjo fal angazhimit të familjes së tij, e cila është kujdesur që ai të brumoset me vlerat dhe kulturën shqiptare. Aktualisht Giuliano është angazhuar në një sfidë të re, duke kandiduar për Këshillin Bashkiak në zgjedhjet që do të mbahen në fund të muajit maj. Ai tregon se ky rrugtim nuk ka qenë i lehtë, pasi shpeshherë është ndeshur edhe me paragjykimin apo racizmin. Vërteta është që kur bëj në një komunikat për shtyp ose video në emër të kryesisë, në emër të sekretariatit, në emër të administratës të qytetit, dalin komentet e ku ka lindur, nga vjen, pse flet për ne, po këto gjëra unë nuk i ve shumë vërese, janë gjëra që kanë qenë, që do jenë dhe është vështirë të ndryshosh. Unë jam krenar për origjinën shqiptare, për atë që kam sjellë, për atë që po bëj dhe për grupin që kam krijuar. Ambicia e tij shkon përtej përfaqësimit të komunitetit shqiptar të zonës. Ai synon të fitojë besimin e gjithë qytetarëve, duke u bërë zëri një politike që bashkon dhe punon për të mirën e përbashkët të komunitetit të Somallumbandos. Tani ambicet e mia janë për zgjedhjet lokale, që janë 24-25 maj, për kryetarin e bashkisë, për Këshillin Bashkiak ku jam i kandiduar, edhe preferoj të mbaj këmbët në tokë, po dihet që si 27 vjeçar kam ambicie akoma më të larta. Pse të ndaloj këtu? Rrugtimi i korçarit Giuliano Banaj është edhe një dëshmi e përkushtimit dhe integrimit të suksesshëm të rinjve shqiptar në jetën politike europiane.